Për pak kohë, deri me 20 korrekt këtij viti, merret vendimi më i rëndësishëm për Kosovën e pas luftës. Nga një gjykatë që burimin e idesë themelimit e kishte në Rusi, mbështetjen një dokument në Serbi, por që u paketua si një raport i një senatori zvicran në Asamblenë e Përgjithshme të Këshillit të Evropës. Akt akuza që në qendër të saj portretizon ushtrinë shqiptare të Kosovës si ndërmarrjet përbashkë kriminale, një koncept juridik që nuk gjykon vetëm individ, por edhe natyrën e luftës së Kosovës, ka përfunduar me kërkesën ekstreme të prokurorisë për dënim prej 45 vjetësh për secilin nga të akuzuarit. The SPO has requested convictions on all 10 counts and the imposition of a single sentence of 45 years. Ne e dim vërtetën, lufta nuk ishte një projekt kriminal, por një rezistencë e domosdoshme në represion dhe në dhunën shtetërore të Serbisë. Këtë verë bëhen 11 vjet, prej se deputetët e Kuvendit të Kosovës vendosen të përgjigjen një thirrje ndërkombëtare për themelimin e gjykatës speciale, dhe kështu u vendos të bëhej amandamentimi më i rëndësishëm në historinë e Kushtetutës Kosovës. Neni 162, i cili kërkon që për të përmbushur obligimet ndërkombëtare, Republika e Kosovës mund të themelojë dhoma specializuara në kuadër të sistemit drejtësisë të Kosovës. Si atëherë, akoma dhe sot, për shumë këmbë mbetet krejtësisht e pashpjegueshme pse kishte vërë sulje ndërkombëtare dhe presion që s'është parë më herët për ndonjë temë tjetër mbi kërkesën për themelimin e gjykatës. Pse e donte Serbia gjykatën speciale dije, por as sot s'kuptohet pse ajo u shndrua edhe në kërkesë të një pjese të rëndësishme të ndërkombëtarëve. Si shpjegohet gjithë presionin ndërkombëtar për themelimin e gjykatës speciale? Po ndoshta është mirë të analizojmë kontekstet politike dhe juridike vendore dhe ndërkombëtare kur ka ndodhur themelimi i dhomave të specializuara. Pra, në vitin 2008 ne shpallim pavarësinë. Dhe si ne, si faktori ndërkombëtar perëndimor, mendojnë që Serbia do të dorëzohet, apo është dorëzuar dhe më nuk do ta kontestoj pavarësinë e Kosovës. Fatkeqësisht ndodhe kundërta. Në 4 tema të veçanta, Serbia dhe Rusia do ta kontestojnë pavarësinë e Kosovës. Para se gjithashtu Serbia do ta konteston duke qenë brenda Kosovës, duke thënë ku ka serb do të jetë Serbi, dhe duke bllokuar sidomos veriun e Kosovës që të integrohet brenda Kosovës. Pra ka ndodhur bllokimi territorial i shtetësisë Kosovës përmes pranisë në veri të Kosovës Veshpas. Pastaj ndodh bllokimi ndërkombëtar, sepse ne supozonim, si e dim që gjithë, që Kosova do të bëhet shpejta anëtar i Organizatës Kombeve të Bashkuara dhe do të asigurojmë të ashtu quajturën njohje universale për gjitha shteteve. Tu Rusia do të përfill kërkesën e Serbisë dhe do të kërcënohet me përdorimin e drejtës vetës nëse Kosova aplikon për të bërë shtet antar i OKB-s. Kontestimi i tretë do të jetë përmes vendimit të Asamblesë Përgjithshme të OKB-s që ta trajtojë temën e legalitetit të shpalljes së pavarësisë Kosovës me kërkesë të Serbisë. Kjo ka ndodhur në tetor të vitit 2008 dhe siç e dim pastaj do të trajtohet çështja e pavarësisë Kosovës edhe në GNT në verën e vitit 2010. Kontestimi i katërt do të vjen përmes të ashtu quajturit senator të Rusisë Konstantin Kosaçević, që ka qenë antar i Asamblesë Përgjithshme të Këshillit Evropës, i cili do ta inicoj temën e famshme të shtëpisë së verdhë, trafikimit të organeve të qytetarëve serb, e cila në fakt ishte trajtuar qysh në raportin e Karla Del Ponte, sepse dim që Karla Del Ponte ka qenë kryeprokurore e Tribunalit të Hagës dhe nuk ka darë gjë. Ajo ka pas mandat, ka shkuar në Shqipëri përmes mikut, nuk ka darë gjë për atij hetimi. Sidoqoftë kjo Kosaçevit synon ta kriminalizoj luftën e UÇK-s, jo vetëm ta trajtoj një shpifje ordinere çfarë ka qenë shtëpia e verdhë, po dhe ta kriminalizoj luftën e UÇK-s. Pastaj gjithë këtë tematik e merr Dick Marty, një senator goxha i respektuar në Zvicër dhe në Perëndim, pra nuk ka qenë të them ashtu askushi, dhe kredibiliteti i tij i është dashur Serbisë dhe Rusisë, që përmes tij faktikisht të rishqyrtohet tema e trafikimit të organeve deri te Dick Marty. Po. Rusia, Kosaçevi edhe element tjerë janë trajtuar. Pra, kërkesën e ka pasur njëjtë, po janë trajtuar manianshëm, pra nuk është përqafuar shumë nga normalisht, është llogaritur që ata kanë një qasje të njëjtshme si Serbisë e Rusi, e pritshme, ndërsa te rasti Dick Marty ka qenë krejtësisht ndryshe. Emrama në këtë kontekst mund të thuhet që megjithatë as ne, as diplomatët amerikanë, as diplomatët evropianë nuk kemi menduar që kjo mund të bëhet një problem i dorës parë, sepse raporti i Dick Martyt megjithatë thirrej
në masë të madhe në të ashtu quajtura pretendime për trafikim organesh në shtëpinë e Verët. Aty kemi edhe një referim për grupin e Drenicës si grup të krimit të organizuar, jo të ndërmarrët për bashkët kriminal, për krim të organizuar. Pra ka qenë një trajtim i qëllimshëm i cili është bazuar në dokumentacionin e palës serbe. Domethënë Serbia dhe Rusia kanë programuar krejt këtë situatë, ndërsa më vonë kur të lexoj librin e Bob Gatesi, sekretarit të mbrojtjes Amerikës, do ta kuptoj që Bashkimi Sovjetik gjatë luftës vazhdimisht ka akuzuar Amerikën për trafikim organesh. Kjo ka qenë një farë mostre. Çfarë ndodh në Ukrainë? Po, në Ukrainë, kjo ka qenë gjithmonë akuza supreme sovjetike, komuniste ndaj perëndimit. Trafikim organesh. Ju jeni aq të paskrupull, aq të pashpirt që mirëni me trafikim organesh. Kështu që kjo më njëherë ka rezonuar edhe në këtë historinë e shtëpisë së Verë, do thotë në mënyrë që perëndimi të alarmohet, sepse perëndimi nuk alarmohet për krime të lloj-llojshme, po ky është krim i cili i shkon për të çdo krimi të mundshëm, trafikim të organesh, dhe ku është bënje një shtëpi të braktisur në Shqipëri në kushte absolutisht paqëndrueshme, të cilat madje edhe mjekët edhe kirurgët serb, unë i patalizuar ato raportet e tyre në media serbe, patën thënë që në ato kushte nuk ke si të bësh trafikim organesh, nuk ke si të bësh operacionin dhe të mundësosh që dikush të përfitojë në Itali apo kudo qoftë. Kështu që ky ka qenë konteksti ndërkombëtar dhe vendor, por mos harrojmë asnjëherë, me gjithë presionin e jashtëzakonshëm ndërkombëtar, gjithmonë shpjegimi amerikanëve dhe evropianëve ka qenë që kjo ka të bëjë me raportin e Dick Martit, kjo ka të bëjë me trafikimin e organeve, nuk ka të bëjë me asgjë tjetër. Dhe pasi që ishte një temë tepër e përdorur në media ndërkombëtare, sidomos në gazetat britanike, si të kuptohet, atëherë të gjithë ne mendonim, ka qenë në ballin, do të thotë edhe secili prej nesh mendonte që ja vlen të bëhet një veprim i tillë, megjithse ne vitin 2012 patëm kompletuar pavarësinë e mbikëqyrur. Tash në 2015 po hiqshim dorë nga një segment shumë i rëndësishëm i drejtësisë, ulëmtimi i krimeve të luftës, në mënyrë që ta bartim në Hag dhe ta krijojmë një superstrukturë juridike, një përbindje juridike real, për ombudspersonit, gjykatës supreme, gjykatës kushtetuese, nivelit 2, nivelit parë, vetëm që njëherë për gjithmonë ta shmangim këtë problem të madh. Po askush s'ka menduar në atë kohë, as ne, as amerikanët, që prej 2015 do të kalojnë 11 vjet në këtë proces. Është supozuar që gjithçka do të kryhet për një periudhë 35 vjeçare maksimum, dhe që do të sqarohet njëherë për gjithmonë kjo temë, që ishte shumë e rëndësishme për njohjen ndërkombëtare të Kosovës. Zonja Clinton e ka angazhuar Clint Williamsonin, i cili ka punuar në UNMIK, që ai të jetë në bazë të task forces, i cila do ta trajtojë raportin e Dick Martit, do ta shoh a mund të nxirret diçka prej atij raporti dhe a mund të prodhohen akt akuza. Dhe Williamsoni ka pranuar me një kusht që zonja Clinton nuk duhet i përzihet atij në punët e tij. Dhe ai do ta prodhojë raportin në korrekt të 2014, nëse s'gaboj, dhe do të thotë madje që unë i kam akt akuzat e gatshme, po nuk kam adresë ku duhet të dërgoj. Dhe këtu hyn ajo logjika, nevoja për krijimin e një dhomave specializuara në Hag, dhe këtu do të ketë një operacion shumë të ndërlikuar politik dhe diplomatik, sepse poshtë tira, për shembull, është dashur në shkruar marrëveshja me Holandën, me shtetin mik, se si të bëhet bartja e të burgosurve ose të ndaluarve, dhe si do të ndodh procesi i gjykimit pastaj. Është një superstrukturë juridike e cila është pak a shumë pamaqshme, pa kuptueshme për qytetar thjesht. Po se gjithë ky mekanizëm, gjithë kjo ndërmarrje, e cila bërimin e ka në pretendimet Kosachevit. Po. Nevojës ruse, serbe për me pretendu diçka në raport me luftën e Kosovës. Po. Nevoja që ata me të pashpjegueshëm presionin. Po, nevoja për me dëmtu shtetin e Kosovës, ose mundësisht me rënu. Nevoja ruse-serbe ka qenë edhe ku ka më mirë për ta se sa të kriminalizohet lufta e UÇK-s me trafikim organesh, ku ka më keq për një organizatë kështu guerile. Prandaj po, nga perspektiva sot me spaku duket goxha paradoksale. Goxha paradoksale, një iniciativë ruso-serbe, mrinte senatori Zbistran, pastaj shkon Këshilli i Evropës, pastaj disi merret bota amerikane kërkesa. Po them për mua, meta e kryesore më e madhe kësaj është që nuk ka ndodhur në Kosovë me faktorën ndërkombëtare gjithë kjo ndërmarrje, sepse
të mos harrojmë, Hashim Thaçi ka qenë kryeministër në atë kohë. I ka thirrë ambasadorët e Kuwaitit në zyrën e vet dhe i ka thënë pas ti raportit të martit, a është rënë të riu në kryeministër apo duhet të jap dorëheqje sepse akuzat janë tepër të rënda. Po Christopher Delli, që ka qenë ambasadori i Amerikës në Kosovë, po dhe gjithë ambasadorët tjerë të Kuwaitit ka thonë jo, sa për ne ti nuk ke obligim të japësh dorëheqje sepse këto janë pretendime të cilat nuk dima do të vërtetohen ndonjëherë. Prandaj edhe ka mbet Hashim Thaçi si kryeministri i Kosovës, por pastaj është marrë një obligim, një detyrim i joni veç pas dhe amerikanëve. Mos harrojmë se kjo është megjithatë një rrëfim i së fundit kry ka adresën në Washington. Kemi marrë parasysh që duhet të bëhet diçka dhe na është garantuar që do të ketë një proces të mirëfillt, transparent dhe që nuk kemi alternativë. Ju ka qenë se ka ekzistuar atëherë, ekziston edhe sot. Nga njëherë bëhet me kesa dashësi, po tek e fundit qëndron deri diku fakti që ka qenë partinë pushtet që e kanë votuar. Mos saksisht edhe PDK-ja. Ka qenë insistim edhe i vet Hashim Thaçit, edhe kërkesë e tij prej partisë që ta votojnë ndryshimet kushtetuese. Akuza është vetë keni bo. Pra akuza është vetë keni bo jo, nëse qenë ka e keqe çfarë po thoni, vetë keni bo, pse e keni bo? A ka pas skenar paralel ose çka kishte ndodhur nëse Kosova nuk e kishte themeluar gjykatën speciale? Çka kishte përgjigje çasaj kërkese ndërkombëtare dhe presionit ndërkombëtar? Unë kam qenë deputet në atë kohë. Po. Kem pas komunikim të vazhdueshëm me diplomasinë amerikane dhe insistimi i tyre ka qenë që duhet të bëhet gjykata speciale ose alternativa me 6 do të jetë që të bëhet një tribunal ndërkombëtar në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Ky ka qenë opsioni i cili na është prezantuar. Tash a do të bëj apo jo është temë në veti, por edhe po mos bëj ky tribunal ndërkombëtar, mos harrojmë ka qenë një kërkesë këmbgjuese kategorike e administratës amerikane të presidentit Obama dhe mund të marrë me mend se çfarë sanksionesh politike dhe diplomatike do të kishte Kosova në vitin 2015 mbi gjitha nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po mos ta bënim dhomët e specializuara. Diskutuat çka mundën me qenë? Jo, po them, ne as kemi menduar që të hyjmë në konfrontim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se ka qenë klim tjetër politike në Kosovë. Mos harrojmë 2015 është ka tjetër klim politike, ka atmosferë tjetër politike dhe ne midis konfrontimit me Amerikën dhe përfilljen e kërkesës të Amerikës me pretendimin e përbashkët që do të bimë poshtë akuzat e senatorit Martit, sepse nuk ka trafikim organesh, atëherë bindja jon ka qenë që mirë është të shkohet deri në fund, që ka të bëjmë një periudhë afat shkurtër kohore ose afat mesme variantin më të keq, edhe do të sqarohet njëherë përgjithmonë. Kështu që nuk kemi pas alternativë. Edhe na është prezantuar që po them opsioni tjetër është votimi i tribunalit në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, sepse gjërat kanë shkuar tepër larg. Tepër larg me media, tepër larg me politikë ndërkombëtare, tepër larg nga ana e Rusisë. Themelimi patjetër i gjykatës po tash në OKB, po, që trajton të njëjtën çështje, po, i pasum edhe me sanksione potenciale. Po gjithsesi. Edhe tash supozimi jon ka qenë që një tribunal ndërkombëtar përfshin gjykatës prokuror të kontinenteve të ndryshme, të shteteve të ndryshme, shumica prej të cilave as nuk e kanë njohur Kosovën apo edhe nuk e njohin fare Kosovën, nuk e din çka është Kosova. Pretendimi jon ka qenë, analiza jon ka qenë më mirë është të formohet dhomat e specializuara me prokurori amerikane, me gjyqësi evropiane, e cila do të bashkëpunoj në trajtimin e kësaj teme. Po, ju keni pas atëherë komunikim me diplomat. Po. Çka ka mujt me ndodh Kosovë? Çfarë natyre kishin qenë sanksionet? Dhe çfarë mose kishin shku? Na po flasim për vitin 2015. Akoma pavarësia e Kosovës nuk ishte stabilizuar, ne ishim bërë shtet, kishim marrë njojve, por akoma kishim të lashe të mëdha në procesin e sigurimit të qëndrueshmërisë ndërkombëtare. Po them mbi gjithë autoriteti moral e politik i Shteteve Bashkuara të Amerikës ka qenë aq i madh, saqë në fundit ne thonim mirë, nuk ka mundësi që të na del ndonjë hidhrim nga kjo temë, nga kjo punë. Më kujtohet një takim shumë interesant në Bruksel në shkurt të vitit 2015, ka qenë kryeministri Mustafa ka qenë atë botë kryeministër, Hashim Thaçi ka qenë zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i jashtëm. Unë kam qenë pjesë e këtij ekipi dhe pjesë e bisedimeve në Bruksel dhe u patëm takuar me Hojtin, ka qenë zëvendës asistent sekretar në State Department. Dhe Hojtin në një moment duke insistuar që të bëhet gjykata speciale, po flasim për shkurtin e vitit 2015, në moment tha
ajo kujtohet njëherë që ne nuk e kemi mbajtur fjalën. Pse miremi me ju. Si thashi, si Mustafa thanë jo, sa e dim ne ju gjithmonë kemi mbajtur fjalën, edhe prandaj fjala këtë kontekst kishte të bëjë që nuk do t'ju del hidhnim nga kjo punë. Edhe po nuk besoj kur që ka bërë me prapavi hojti që me qëllimisht na ka thënë këtë, po atëherë në vitin 2015, si në Washington, si në Prishtinë, besoj që kjo duhet të ezaurohet si temë, duhet ta trajtojmë si temë dhe duhet ta mbyllim një herë përgjithmonë, se na herë vike, herë u ktheke shtëpia verë. Shtëpia verë dikun ishte aty prej vitit 2001-2002, herë u zhduke, herë u ktheke, herë u zhduke, herë u ktheke. Kështu që ne vendosëm më mirë një herë përgjithmonë ta trajtojmë këtë temë sepse nuk ka gjë. Këtë Kosova dike që s'ka gjë për kësaj teme. Ekziston një akuzë që ashtë më thashë është angazhu për themelimin e gjykatës speciale se e ka ditë që nuk ka pasojë personale për të. Jo. Që të paktën kjo ka qenë akuza prej plotëve që e kundërshtojshin gjykatën, derisa e kuptuan që pak qenë ka e kundërta. Qenë ka pjesë thashë, edhe veselet të tjerë të mas në i thanë shko hashim. Po temë tjetër kjo, po ka ekzistu kjo si akuzë, që zot merët thashë. Shiko tash, kundërshtar të rrept të gjykatës speciale ka qenë Najt Hasani, Ganimeti Mysliu dhe disa deputet të tjerë të ODK-s. Po sidomos Najt Hasani, që është njëri prej themeluesve të UÇK-s. Edhe pashin thashi pa thënë këtë kontekstin që përmendet ti. Najt, nëse dikush shkon në burg, do shkojë unë edhe Kadriu, jo ti. Ka qenë deklarim që jo ka bërë deputetëve që e kundërshtonin. Deklarim publik, domethënë nëse do shko dikush prej krerëve të UÇK-s, do të shkoj unë, nuk do të shkosh ti. Pashin thashi ka pranuar dhe të gjithë ne të tjerët, partitë e mëdha, PDK, LDK, e kanë pranuar këtë gjykatë me bindjen që po hekim një herë përgjithmonë qafe punën e raportit të dikmartit dhe trafikimit të organeve. Tash, në çdo variant, duke ditur cilat emra janë përmendur të raportit dikmartit, supozoj që arestimi nis prej Hashim Thashit. Edhe grupi Drenisës aty, grupi Drenisës ka qenë i pranishëm. Kështu që ashtë një herë Hashim Thashi nuk ka pretenduar dhe nuk ka supozuar që do të jetë disi amnestuar për kësaj pune. Kjo s'ka kuptim vetvete, saktësisht për shkak se raporti është për të i dikmartit. Për të, absolutisht. E po një gjykatë që trajton raportin, por nuk e trajton personin. Nuk mundesh ti me trajtu të pretenduesin kryesor për krime me trafikim organeve që është në raport, ti si ta harosh rrugës, edhe të merresh me figura të nivelit mesëm apo të nivelit turt. Por që devijon krejt ky projekt nuk e ka supozuar askush në vitin 2015. Ti ke pas miqësi edhe atëherë me zotri Thashin, edhe e kon pjesë e çdo procesi. A e ke diskutuar kështu në nivel personal? Pse po insiston atë shumë në themelu gjykata që arreston në fund ato? Po mbet gjitha për shkak të raportit ti personal me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mos të harrojmë, Hashim Thashi ka ditur si dhe besoj të gjithë ne që pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës as nuk do të shqiroheshim, as nuk do të bëshim shtet i pavarur. Tek fundi edhe karriera personale Hashim Thashit lidhet me përkrahjen që ja ka dhënë Amerika, që ai ta prej rambojese tutje që të transformohet UÇK-ja në një parti politike dhe që përmes partisë politike të provohet të së ndërtohet vizioni i tij. Kështu që mendoj që ka pas një farë borxhi moral ndaj Amerikës, po borxh moral ndaj dërgjegjës vet, dhe ndaj dërgjegjës nëse mund të them kolektive tonë, se shiko, trafikimi i organeve kishte rrezu për toke luftën e UÇK-s. E gjithë lufta me qenë në rregull, me një veprim të tillë do të binte për toke. Kështu që ka qenë domosdoshme të trajtohet një herë mirë kjo temë. Normalisht kjo mund të ndërlidhet si prej me si prej te edhe me shtetet veçanta që sot nuk kanë qenë të kënaqura që Kosova është bërë shtet i pavarur. Po flas edhe në shtetet perëndimore, jo të mëdha, mos njosit për shkak. Po mos njosit e shtetet e tjera, domethënë ka qenë një farë dileme çka po ndodh, sepse projekti i shtetit dhe i shërimit të Kosovës është llogaritur si projekt amerikan. Dhe tash edhe projekti i gjykatës speciale është llogaritur si projekt amerikan. Edhe evropianët na thonin, sa për ne ju mos e bëni gjykatën. Po ju thonë miqtë juaj që duhet të bëhet gjykata, prandaj bëne. Sa për ne nuk ka gjë. Unë jam takuar, mos të harroj, me një përfaqësues shumë të lartë të Uleksit, i cili më vonë ka pas karrierë diplomatike, i cili ka pas në përdur dosjet e komandantëve dhe zyrtarëve të lartë të UÇK-s. Tun mikut dhe të Uleksit, edhe më bë bashk. Edhe kur e kam pyetur pa, ka diçka në ato dosje, ka thonë nuk ka gjë, se sikur të kishte pas diçka serioze, ne i kishin ngritur këta akuzat, se më dërguan në Hag. Po çka kanë bërë dhomat e specializuara, kanë ardhur kanë marrë ato dosje. Do të mbi ato dosje kanë prodhuar
dokumentacionin e vet personal. Prandaj të mos harrojmë se Kosova ka pas precedent sa i përket aktakuzave dhe dënimeve të krerëve të lartë UÇK-s. Nuk ka qenë ky rasti i parë. Sikur të ishte rasti i parë, dikush ka mund të thotë, po ka dalë se ndoshta Kosova çohet në kryengritje. Ndoshta të bëjnë ndonjë problem të madh. Po ne Remi është dënuar, Latif Gashi është dënuar. Në kohë të Ulnikut, Sulejman Selimi, po nivelet më turp, po Shamir Shtaku, pra emra shumë të mëdhaj të UÇK-s janë dënuar, janë dërguar në burg, a kanë ndodhur fare kryengritje në Kosovë? Jo. Sepse akoma kemi besuar, dhe sot e kësaj dite besojmë në drejtsinë ndërkombëtare. Prandaj nuk mund të them që nuk ka pas precedente të tilla. Ka pasur, s'ka pas kurfar pasojash për sigurinë e stabilitetin në Kosovë, dhe në fund të gjithë kanë shkuar vullnetarisht në burg. Mos harrojmë se Dashin Thaçi, Kadri Vesteli, Jakub Gashtiqi dhe Selimi kanë shkuar me vullnet në burg. Dikush mund të thotë nuk kanë pas kurfar varianti, po megjithatë jo kanë pas vetë kanë bërë këtë, kanë mujtë me refuzu me refuzu, po jo, mendoj që sikurse edhe te rasti Ramos Haradinaj, Fatmir Limajt e të tjerëve kur kanë shkuar në tribunalin e Hagës. Pra na kemi pas edhe fitin tribunalit të Hagës, mos të harrojmë. Dhe atje kanë mri rastet e UÇK-s gjatë luftës. Edhe krejt ato e di prej dorës parë, ka të ponte ka dashur ta balancoj, ta baraspeshoj fajin e shteteve dhe popujve që kanë luftuar, ka mirë. I kam një 15 serb, duhet një 7-8 kroat, po duhet edhe një 3-4 shqiptarë, se medalëve shqiptarë që janë të pafajshëm. Dhe i ka marrë 2 raste. Edhe kur ka folë historinë e Sen Peterseni, ndoshta është interesant për ju me Kalla Del Ponten për rastin e Ramushit, se Sen Peterseni ka qenë Sarezi, shefi Nikut, dhe ka ditë që po vjen rasti i Ramushit, dhe i ka thënë privatisht, po shikoj Ramos Haradinaj është hero i Kosovës. Po të so herojnë unë e kom shti në burg, pse mos me shti tha Ramos Haradinaj në burg. Po dole që ishte gabim, sepse 2 herë Ramushi u shfaqsua. Po në përgjithësi mund të them që UÇK ka kaluar disa filtra. Unë mik EULEX Hag, Tribunali i Hagës. Prandaj po them e gjitha ka mundur të kryhet në Kosovë duke krijuar dhomat e specializuara në Kosovë me gjykatës ndërkombëtar, me prokuror ndërkombëtar. Pra, koha kur është kërkuar me votu gjykata speciale. Presion ndërkombëtar. Po. Presion veçanërisht nga shtetet të rëndësishme që kanë qenë bashkëthemeluese të shtetit. Po. Frikë për sanksione të mëdha. Po. Politike, ekonomike e tjera. Edhe po ashtu gjykat patjetër, po jashtë Kosove përmes OKB-s. Po. Në njërin anë. Po. Pastaj vetë dia që s'ka krime, thjesht janë pretendime pse mos gjykohen. Edhe mos harrojmë. Nevoja me largu rënë zezë që shuj atëherë. Edhe të mos harrojmë një fakt shumë të rëndësishëm, shumica dyfish parlamentare, do të thotë ajo qeveri ka pas 87 deputet, sepse kjo punë nuk ka mundur të bëhet me një qeveri e cila ka 65-66 deputet. Edhe bindja ka qenë edhe LDK-s dhe PDK-s që ta bëjmë këtë, të ecim tutje, edhe në këtë mënyrë do ta përmbyllim një obligim shumë të madh që i ka Kosova. Që ndoshta ka qenë nevoja e Thaçit. Po. Me kërku edhe me insistu që mu themelu përkundër idesë që mundet me qenë edhe ai vet, ose sigurisë. Refuzimi i themelimit të gjykatës nga Kuvendi i Kosovës eventual, përposë do të forconte dyshimet se Kosova po pretendon të pengoj dhe fsheh verifikimin e pretendimeve që përmban raporti, kjo do të ishte pasojë tjera të rënda politike për Kosovën në arenën ndërkombëtare. Nëse kthejmë në 2015, nuk di që kemi mund të bëjmë diçka tjetër. Ta them këtë sinqerisht do të thotë. Opsionet tjera kanë qenë me siguri më të rrezikshme se ky, edhe ky ka qenë plot rreziqe si u pa, si u kuptua prej nesh më vonë, por opsionet tjera kanë qenë edhe më të rrezikshme. Dhe tek Rama ka qenë një sakrificë që gjithë ne e kemi bërë për shtetin e Kosovës.